Sot do provojmë ushqim egjiptian, koshari, dhe është një nga arsyet pse më pëlqen të vi kaq shumë në Egjipt. Një nga gjërat që jam 100% i sigurt në Egjipt është që nuk numëron dot deri në 5 pa gjuajë një zhurmë borie. Ja, 1 2. Jo, hajde jo. 1 2 1. Është e pamundur. Mos lodhemi kot, mos tani erdhi momenti të kalojmë rrugën. Por kush ka qenë në Egjipt e di që është një sport ekstrem kalosh rrugën. Do përpishem, ja shikoni se si vjen. E kaluam, shpëtuam, jemi gjallë njerëz, jemi gjallë. Ky është restoranti që bën kosharit nga më cilësor në Egjipt. Ja, pra kjo është koshari, sa po na erdhi. Kur shikon pamjet parë duket si diçka e shpifur, diçka jo e shijshme, por kur përziem me këtë salcën, është tjetër nivel, mbesoni, është një tjetër nivel. Koshari na jep një mësim shumë filozofik, psikologjik, quani si doni. Për një ushqim që duket pak si i shëmtuar në pamjet parë, ka një shihet pa parë. Pra nuk e gjykojmë nga pamja jashtë, do ushqimi, imagjino njerëz. Dhe kjo është salca pikante. Sa herë ja hedh, kërkoj shumë i kujdesshëm dhe më duket vetja sikur jam në shkencëtar, duke përgatitur një bombë atomike. Është super pikante. Tani shiko, më kishte ngelur një letër në xhep dhe nuk doja të hedhja në rrugë, kështu që i thash një burri që kishte një kiosk, nëse më lejte të koshi vet. Më thotë, më jep 100 pound që ta hedhi vlerën tek letrat e koshi vet. Pastaj ankohem se është rruga e pis. Është kur derdhet kaçja tek rrobat, do të thotë që të fitosh lek. Por sot mund të derdh një mango atë, një lëng me mango. Inshallah do thotë që do fitoj flori. Një nga gjërat më të bukura këtu është të dëgjosh muzikën egjiptiane në Kairo, në Egjipt. Kjo është Shërim, një nga këngët më të famshme dhe është si tjetër kur e dëgjon këtu në vendin e vet. Gjithsesi, për te gjithave Kairo është një vend që nuk mërzitet kurrë, mund të marrë mbi 50 herë mbi çdo vit. Dhe prapë nuk kam para 50% të vendeve, kaq shumë vende për të parë, aq shumë vende të veçanta saqë nuk mbarojnë kurrë. Ka një tip shprehje që thon kush e provon një herë ujin e Nilit, do ta provoj gjithmonë. Ndërsa që e ndoqë dhe shpresoj që të vini një ditë dhe të vërtetoni këtë fjalë.